Rritja e moshës së pensionit dhe ndryshimet që pritet të hyjnë në fuqi vitin e ardhshëm kanë sjellë reagime të forta tek qytetarët e Vlorës. Sipas reformës së re, për të përfituar një pension të plot, do të kërkohen 39 vite pune, nga 38 vite e 10 muaj që ishte deri më tani. Qytetarët thonë për Blu Televizion se kjo rritje është e padrejtë dhe e shkëputur nga realiteti i tregut të punës. Ata nënvizojnë se shumë punonjës mezi arrin të punojnë deri në moshat aktuale, ndërsa rritja e mëtejshme sipas tyre do t'i penalizojë edhe më shumë. Ne kemi dalë. Kemi kohë që kemi dalë dhe... Kemi dalë dhe jemi deri tani mirë. Po për atyre që do t'ju rritet nga 61 8 muaj do t'i shkoj 62? Ja do në rritet fëmijëve tanë, vajzave të mia për shembull. Si e shikoni? Po tashi, çfarë të themi? Mase duan dhe ato kështu si neve me kaq vite. Në duket e drejtë që të rritet në... Jo. Sa më shumë na i rrisin, ashme... Nuk më duket e drejtë, akoma. Nuk kam dalë në pension me kohë. Do rritet, që të rritet mosha e daljes në pension nuk më duket e drejtë. Se gruaja shqiptare shumë e vuajtur. Ka vuajtur në kohën e monizmit, ka punuar shumë, edhe të diellave punonte, aksione pa lek, dhe rrogat kanë qenë shumë të vogla. Edhe tashi jemi në një gjendje prapë të vështirë. Nuk jam dakord. Po ku do e çojnë më? Gratë po marrë edhe këto që janë në pensionet tani po marrin një pension minimal. Çfarë do të mosh? Nga 61 vjeç, 8 muaj do ta çeni 62. Nuk e di. Po kuten si pulat që shpejt tani jo më të arrin deri në moshë. Po s'është mirë ashtu. Po për vetë kam 40 vjeç ja pensioni, kam dalë 50 vjeç. Nuk është mirë për gratë. Po s'kan fuqi të punojnë më. S'kan fuqi. Me atë lërë, me atë që kanë, shteti ka interesat e tij se paguan më pak kur rriten mosha. Nuk paguan shpejt. Dhe për neve kanë shpresë që të dorëzohemi se 40 vjet po ha pension tash edhe. Ne jemi nga ngarkesa më e madhe ka shteti. Nëse nuk paguhen siguracionet nga institucionet, ne s'kemi gjë. Ajo e grave s'është e drejtë. Burrat në shik në vetë natyra, në shik më energjik, më të fort, po dhe ata kur kalon mbi 60 vjeç, sa do punosh? Sa ja do punosh 65, e kanë bërë 67. Shiko, do të them një lap. Unë kam qenë në 6 shtetet e Evropës. Kam ikur emigrant qenë në 90. Ka pruar gojme në roba qepsi 24 vjetë. Dhe vinë ca firma italiane, ca firma fantasma, e se sjellin ta. Për pensionin. Ajo me grati me të në 24 vjetë punë merë 110.000 lekë, sepse firmat italiane nuk kanë paguar lekë në sigurime shoqërore. E kupton çfarë bëhet këtu? Pensionet ja s'ka dalë. Po për moshën e daljes në pension që do rritet, çfarë mendon? Jo, shumë gabim. Çfarë do të njerëzit? Njerëzit po vdesin të rinj fare. Nga 40, nga 50, nuk i mbushin dot 70 vjeç. Si dasha 30 pensionet ai. Këtu skandaloze. Këtu s'ka një fabrikë, këtu s'ka një uzinë, këtu s'ka një kombinat. Nuk e di se si jeton. Unë kam dalë në pension, po kështu që besoj se jo. Se gratë gjithë jetën miren me fëmijë, me shtëpinë, me këto, nuk besoj se duhet të rritet. Sipas qytetarëve, qeveria duhet të rishikojë edhe një herë skemën, të marrë parasysh gjendjen e punëmarrësve e të sigurojë një reformë që të mos rëndojë edhe më shumë brezat që po i afrohen moshës së pensionit.